E vërteta është që në stadiumin e Leskovsit, i mbushur me ultranacionalistë të përzgjedhur nga Vučići, për të dhënë zemër lojtarëve të vetë, ka shpërthyer me histeri thirrjet Sali Berisha. Vetëm që të motivonin lojtarët kundër ekipit kombëtar. E çfarë thoshte ai? A e dëgjuat ju keqardhjen e Serbët na fyrin ne duke na thënë Sali Berisha. I shifni ju çfarë vasalësh janë këta? Ta o thot në parlament se Serbët na fyrin ne duke na quajtur Sali Berisha. I kërë çfarë sklevish janë këta? Qenje të shpërftyruara. Në fakt ne shka u fituar. Dhe për herë të parë Serbia humbi. Mori atë që meritoi në tokën e vet. Ai slogan në vend se të motivonte ekipin, motivoi kundërshtarët. Dhe aty morë një disfat të turpshme. Legji